Spitalet e vendit shpesher duken si qendra tregtare ku ka lokale dhe dyqane apo tregtar ambulant, po pas 3 muaj situata mund të jetë më ndryshe. Një qendit afat për lirimin e hapësirave të zëna nga të gjithë tregtarët nëpër spitale dhe qendrat shëndetësore në vend. Ky është urdhri i parë i Ministrisë të Shëndetësisë në qeverinë Rama 2. Ministrja Oligerta Manastirliu njofton se modeli i QSUT-s duhet të ndiqet nga të gjithë spitalet në vend. Ne jemi të palëkundur në vendosmërinë tonë për të pastruar një herë mirë spitalet dhe qendrat shëndetësore nga aktivitetet dhe ndërtime që jo vetëm sot, 4 vjet më vonë, QSUT është shembulli më i mirë i rëndësisë që këto mjedise dhe ruajtja e tyre kanë për përmirësimin dhe mbarvajtjen e veprimtarisë së një institucioni shëndetësor. Objektivi ynë është që brenda 100 ditëve të para të qeverisjes, këtë model ta eksportojmë me sukses në të gjithë spitalet në të 4 anët e vendit. Manastirliu njofton gjithashtu që puna të shkojë mirë edhe në spitalet e rrethave, punësimi drejtuesve të tyre do të bëhet me konkurs. Drejtuesit pritet të vendosen brenda 35 ditëve.